Në radhë parë shpreh kënaqësinë sinqerisht shumë të madhe që jam në Gjirokastër, në një vend kaq të bukur, në një vend me vlera, me kaq tradita, dhe unë jam i rikthyer këtu në Gjirokastër duke patur parasysh që në një funksion të ri si inspektor i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë, dhe detyra ime si inspektor i përgjithshëm është që të komunikoj me të gjithë trupat e inspektimit në Republikën e Shqipërisë dhe në vazhdim të takimeve që kemi patur çdo 2 javë në çdo qark. Sot jemi këtu në qarkun e Gjirokastrës. Sigurisht vlerat dhe traditat thashë të këtij qarku janë të jashtëzakonshme, duke patur parasysh që sidomos turizmi i Gjirokastrës, qarku i Gjirokastrës është një turizëm i cili elitar do të thosha, me plot gojen, duke patur parasysh të gjithë po themi prurjet e turistëve që vinë në qytetin e Gjirokastrës, që vizitojnë Gjirokastrën, dhe ne si inspektorat na del për detyrë që të tregojmë një vëmendje të shtuar për sa përket problematikat që mund të hasin dhe që do duhet të tregojmë kujdes dhe të rrisim standardet. Sigurisht Gjirokastra ka dhe një pozicion, do të thoshe, gjeografik për sa përket kufirit me Greqinë dhe që ka qenë një port hyrëse për sa përket të gjithë tregtisë dhe të shkëmbimit të madrave me Shqipërinë për gjatë tyre 35 viteve, dhe problematikave që ka patur gjithmonë Kakavia si pikë doganore në qarkun e Gjirokastrës, dhe ne do kemi përsëri një vëmendje të shtuar, sidomos për AKU-n dhe problematikat të cilat na kanë ardhur nga kufiri i gjelbërt dhe përtej doganas në qarkun e Gjirokastrës, ku shpesh herë ka ndodhur që element kontrabandist, të cilët kanë bërë kontraband nëpërmjet baktive të imta apo baktive të tjera më të mëdha, dhe të cilët janë shpërndarë pastaj në përgjithë Shqipërinë. Dhe unë këtu të rreq vëmendjen për të gjithë inspektoratet, sidomos të AKU-s dhe të shërbimit veterinar, të cilët shpesh herë mund të kemi dhe element të caktuar veterinarë të cilët me një vulë në xhep dhe dalin dhe vulosin këto përurja të këtyre baktive dhe të cilët sjellin një dëm të pakontrolluar në të gjithë Republikën e Shqipërisë për sa përket pasaj thërjes së tyre. Dhe kështu që sot ky takim ka të bëjë që me të gjithë inspektoratin IKMT-s, inspektoratin e AKU-s, inspektoratin shëndetësor, inspektoratin e punës, të arsimit, të mjedisit, dhe sigurisht do duhet që unë si inspektor i përgjithshëm t'i tërheq vëmendjen dhe t'i motivoj dhe për ato elemente të cilët janë, do thosha, shkeljes të ligjit, nuk do ketë asnjë lloj tolerance, sidomos për subjektet të cilët janë abuzues, dhe një pikë tjetër të cilët unë e shtroj me shumë forcë dhe që do ja kërkoj të gjithë inspektorëve, ka të bëjë dhe me situatën e vështirë të periudhës së verës për shkak të temperaturave të larta që ka sidomos qarku i Gjirokastrës, që njihet për temperatura të larta, dhe për problematika të zjarreve, të zjarrvënieve të qëllimshme, dhe do duhet që të kemi një ndërveprim dhe një komunikim me të gjithë pjesët e tjera të ekzekutivit, duke filluar nga policia e shtetit apo me emergjencë civile, me pushtetin lokal, dhe ky lloj ndërveprimi sigurisht ka të bëjë me parandalimin që do duhet të ndodhin, që mos ndodhin fenomene të tilla. Problemi i mjedisit përsëri në qarkun e Gjirokastrës është një problem i cili do duhet ta trajtojmë me shumë kujdes, dhe ky kujdes sigurisht do të jetë një kujdes i shtuar, sepse vlerat historike të Gjirokastrës janë vlera të jashtëzakonshme, dhe nëse do ndodhi një dëm, është një parikuperueshëm, dhe përsëri do të lëj detyra të posaçme për IKMT-n dhe për mjedisin që të tregojnë shumë vëmendje për sa përket subjektet të cilët mund të abuzojnë ose tentojnë të abuzojnë. Kuptohet që inspektorati rajonal i Gjirokastrës është një inspektorat, do të thosha, ndër më të mirët në Republikën e Shqipërisë, por kjo nuk do të thotë që ne nuk do duhet të vazhdojmë dhe të kërkojmë dhe të rrisim kërkesën e llogarisë në një arsye të vetme, thash gjithmonë, të bëjmë të mundur që të krijojmë kushte të mira për të gjithë subjektet të cilët ushtrojnë aktivitetin në qarkun e Gjirokastrës, por pa diskutim dhe për të gjithë fluksin e turistëve të cilët në Gjirokastër pesëfishohet apo gjashtë krahasuar me periudhat e tjera të vitit. Dhe ka një problematikë të cilët unë do doja përsëri ta theksoja, që duke patur parasysh
që bashkitë të cilët ka Gjirokastra, është një bashki të cilët kanë prodhime shumë të mira, do të thosha, për sa përket bulmetit, edhe cilit shuhet në prodhimin e bulmetit dhe që do duhet përsëri AKU-ja të jetë jashtëzakonisht të kujdesshme që këto produkte të cilët të prodhohen në këto punishtet apo në baxhet apo në stabilimente të tjera të cilët janë në gjithë qarkun e Gjirokastrës të jenë në standarde maksimale për sa përket cilësisë tyre, sepse ne jemi në periudhën e kategorizimit dhe certifikimit të këtyre subjekteve të cilët kanë aktivitetin e tyre me origjinë shtatësore, qoftë të produkteve të mishit apo edhe të bulmetit. Kështu që sot do i kërkoj me shumë forcë të gjithë trupës historiatit të AKU-s të ketë një vëmendje të shtuar dhe pikërisht ka të bëjë me standardet të cilat unë kërkova, sepse të gjithë po themi shtetësit të BE-s të cilët vizitojnë qarkun e Gjirokastrën veçanërisht kuptohet që do duhet të kenë një mbrojtje të veçantë për sa i përket të gjithë produktet të cilët ato konsumojnë të jenë cilësie mjaft të lartë. Do doja që të kisha kam fatin që sot nga Gjirokastra unë të lançoj për të parë dhe të bëj të jap një lajm i cili me të vërtetë është një lajm i cili është me vlerë për trupin e inspektimit të gjithë Republikën e Shqipërisë në kujdesin e veçantë të kryeministit zotit Rama pas një takimi të gjatë që kanë patur ditën e shtunë me kryeministrin në selinë e qeverisë. Kemi folur gjatë për problematikat e inspektorateve dhe kam gjetur një mbështetje të plotë të kryeministit zotit Rama, i cili me vendosmërinë e tij ka qenë të më mbështesë si inspektori i përgjithshëm dhe unë si inspektori i përgjithshëm i Republikës së Shqipërisë me të gjithë bashkëpunëtorët e mi, të kryeinspektorët të inspektorateve qendrore, do duhet që për gjatë kësaj periudhe të tregojmë shumë kujdes, por kemi arritur në përfundimin që ka ardhur momenti që për gjithë trupin e inspektimit të Republikës së Shqipërisë, të gjithë inspektorateve, nga inspektoratet qendrore dhe inspektoratet rajonale, deri tek inspektori i fundit, brenda një periudhe mendoj maksimumi që mund të jetë 8 deri në 9 muaj, po shpresojmë edhe më shpejt që të çdo inspektor i trupës inspektimit në Republikën e Shqipërisë të gjithë inspektorateve do të pajisen me kamera trupi smart, të cilët janë të një niveli shumë të lartë dhe të integruar dhe me inteligjencën artificiale AI dhe që do bëjë të mundur identifikimin e problematikave që ndodhin në terren në rastet kur kemi inspektorë abuzues apo subjekte të cilët tentojnë të korruptojnë inspektor dhe sigurisht në çast në online do të jepet informacioni në qendrën që do jetë në inspektoratin e përgjithshëm dhe kjo do të bëjë të mundur rritjen e transparencës dhe parandalimin e korrupsionit të inspektorëve, të trupës inspektorëve të gjithë Republikën e Shqipërisë. Pra, janë dy komponentë që bashkë me digitalizimin e sistemit e inspektimit dhe ky sistem do të jetë një sistem i përparuar me standarde moderne dhe që nuk do jenë inspektorë, trupa inspektorëve të cilët do vendosin se si planifikimin për të bërë inspektime në terren, por do të jetë vetë sistemi i cili përzjedh në bazë të indikatorëve të rrezikut për subjektet të cilët kanë rrezik të lartë dhe që do të realizohet inspektimi. Pra, njëkohësisht digitalizimi i sistemit e inspektimit modern dhe instalimi i kamerave të trupit për të gjithë inspektorët janë dy risi të cilët ne brenda tash maksimumi 8 deri në 9 muaj do të përfundojnë dhe do të kemi një trup inspektimi pastaj që të realizojë të gjithë funksionin e inspektimit në gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë në moment të dhënet dhe online. Të doja përsëri këtu nga Gjirokastra, t'ju bëja me dije të gjithë qytetarëve të qarkut të Gjirokastrës dhe të gjithë qytetarëve shqiptar që inspektorati i përgjithshëm ka lançuar 2 platforma, të cilët janë jashtëzakonisht të rëndësishme për sa përket sinjalizimit që mund të bëjnë qoftë subjektet, qoftë qytetarët kur konstatojnë parregullsi, kur konstatojnë shkelje, kur konstatojnë gjëra të palishme apo inspektorë të cilët abuzojnë dhe menjëherë kanë mundësinë që të reagojnë dhe që me anë të portalit sigurt.gov.al dhe linjës së gjelbër 0800 19 19 menjëherë
mund të sinjalizojnë dhe i jepet mundësia që edhe në mënyrë anonime të shfaqet, mund të shfaqet dhe duke qenë identifikueshëm, por edhe në mënyrë anonime të japi informacione dhe menjëherë trupa stafi i inspektoratit përgjithshëm reagon duke përcjellë shqetësimin dhe duke identifikuar problematikën dhe që kjo bën të mundur përsëri rritjen e transparencës dhe parandalimin e korrupsionit. Edhe një herë bëj apel për të gjithë qytetarët e qarkut Gjirokastër, për të gjithë qytetarët shqiptar që në çdo moment, në çdo rast të cilët vërejnë shkelje të ligjit, abuzime, të qoftë edhe një inspektori, menjëherë të sinjalizojnë dhe të jenë të sigurt sepse do ketë të qëndrime të menjëhershme. Zotëri Sulaj, vetëm shkurtimisht dua të bëj, nëse pyetja duhet shumë e gjatë. Cili është kriteri i vlerësimit tuaj, sepse ju thatë që IKMT-ja Gjirokastër është model. Si mundet të jetë model një institucion që ju e vlerësoni, kur konkretisht ka shumë abuzime, dhe këto janë vërtetuara nga ne, sa i përket inspektorëve tuaj, këtu që juve i bëni shumë të jashtëzakonshëm, ku kanë kërkuar, ka vendosur gjoba personale në favor atyre të dokumentuara këto nga ana ime, dhe ku ka shumë abuzime sa i përket ndërhyrjeve në male, nuk fusha të gjitha. Dhe këto ndërhyrje ku shohen nga inspektorët tuaj që ju i vlerësoni janë modeli IKMT-ja Gjirokastër është model sipas jush. Mos ndoshta ky është vlerësimi, kriteri vlerësimi si mendoni juve? Tani pyetja që ju shtroni sigurisht nuk mund të them që nuk ka problematikat e cilët nuk ekzistojnë, kjo pa diskutim, por duke pat parasysh të gjithë analizat të cilët janë bërë në të gjithë inspektoratet, po ju them përsëris, inspektorati i Gjirokastës është më mirë, është më lart se sa inspektoratet e tjera. Dhe për shkak kryesisht po them, edhe të kulturës së qytetarëve gjirokastrit. Dhe këtë e kam bindje duke pat parasysh që vetë kultura e këtij qyteti, vetë kultura e këtij qarku, përfshirë dhe Përmetin, përfshirë edhe Tepelenën, përfshirë